Zbulesa ose apokalipsi i Jezus Krishtit shfaqur Gjonit. Zbulesa e Jezus Krishtit që Perëndia ja dha për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shumti dhe e bëri të ditur duke ja dërguar nëpërmjet engjëllit të tij shërbëtorit të vet Gjon, i cili dëshmoi fjalën e Perëndisë dhe dëshminë e Jezus Krishtit dhe të gjitha gjërat që pa. Lum ai që lexon dhe lum ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që ruajnë ato që janë shkruar në te, sepse koha është afër. Gjoni 7 kishave që janë në Azi, hir për ju dhe paqe nga ana e atij që është dhe që ishte dhe që do të vi, dhe nga të 7 frymrat që janë përpara fronit të tij, dhe nga Jezus Krishti, dëshmitari besnik i paralinduri prej së vdekuris dhe princi mbretërve të dheut. Ati që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona në gjakun e tij dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndin dhe atin e atij qoft lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Ja, ai vjen me ret dhe çdo sy do ta shoh dhe ata që e të shpuan dhe të gjithë fiset e dheu do të vajtojnë për te. Po dhe amen. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, thot Zoti që është dhe që ishte dhe që vjen i plot fuqishmi. Jezusi i shfaqet Gjonit në Patmos dhe urdhëron të shkruaj atë që sheh dhe t'ua dërgoj 7 kishave. Unë Gjoni, që jam edhe vëllai juaj dhe pjesëtar bashkë me ju në pikëllim, në mbretërinë dhe në durimin e Krishtit, isha në ishullin që quhet Patmos, për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezus Krishtit. Isha në frym ditën e Zotit dhe dëgjova pas meje një zë të madh si nga një bori që thoshte: Ja, unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe çfarë sheh shkruaj në një libër dhe ua dërgoj 7 kishave që janë në Azi, në Efes, në Smirmë, në Pergam, në Tiarë, në Sardë, në Filadelfi, në Laodice. Dhe u solla të shoh zerin që foli me mua, dhe si u solla pash 7 shandan ari dhe në mes të 7 shandanve një të ngjashëm me një bir njeriu, të veshur me një petk të gjatë deri te këmbët dhe ngjeshur me një brez ari në gjoks. Dhe kryet e tij dhe flokët e tij ishin të bardh si leshi bardh si bora, dhe sytë e tij i ngjanin një flak zjarri. Dhe këmbët e tij ngjanin me bronz të kulluar si të skuqur në furr dhe zeri i tij si zë shumë ujrash. Dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 yje, dhe nga goja e tij dilte një shpatë mprejt dhe 2 teje dhe fytyra e tij si dielli që ndrit me forcën e tij. Dhe kur e pash, rash përpara këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua duke më thënë: Mos u tremb, unë jam i parit dhe i fundit dhe i gjalli. Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve. Amen. Dhe unë i kam çelësat e vdekjes dhe të Adesit. Shkruaj pra gjërat që pe, ato që janë dhe ato që do të ndodhin pas tyre. Misterin e të 7 yjeve që ti pe në të djathtën time dhe të 7 shandanve prej ari. Të 7 yjet janë ëngjëjt e 7 kishave dhe të 7 shandanët që pe janë 7 kishat. Kapitulli 2. Engjëlli të kishës në Efes shkruaj: Këtë thot ai që mban të 7 yjet në të djathtën e tij dhe që ecën në mes të 7 shandanve prej ari. Unë i njoh veprat e tua, mundin tënd dhe durimin tënd. Edhe se ti s'mund t'i durosh të këqind, ti i vure në prova ata që pretendojnë se janë apostuj dhe nuk janë, dhe i gjete gënjeshtar. Ti ke duruar keqëndrueshmëri dhe për hir të emrit tim je munduar pa u lodhur. Por kam diçka kundër teje, se dashurinë e parë le. Kujteu pra se nga ke rënë, pendohu dhe bëj veprat e para. Në mos do të vi së shpejti dhe do t'i luaj shandanin tënd nga vendi vet nëse nuk pendohesh. Por ti ke këtë, që ju urren veprat e Nikolaitëve dhe ju urrej edhe unë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Atë që u thot fryma kishave.
Kujt fiton do të jap të haj nga pema e jetës, që është në mes të parajsës së Perëndis. Dhe angjëlli të kishës në Smir shkruaj këtë thot i pari dhe i fundit, që i vdekur dhe kthej në jetë. Unë i njoh veprat e tua dhe shtrëngimin e varfërin, por ti je i pasur dhe blasfemin e atyre që e quajnë veten judenj, por nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit. Mos ki frik nga ato për të cilat do të vuash. Ja, djalli do të hedh disa prej jush në burg, që të provojeni dhe ju do të keni shtrëngim për 10 ditë. Ji besnik deri në vdekje dhe unë do të të jap kurorën e jetës. Kush ka vesh le të dëgjoj, atë që fryma u thot kishave. Kush fiton, nuk do të preket nga vdekja e dytë. Dhe angjëlli të kishës në Pergam shkruaj: këto gjëra thot ai që ka shpatën e mpret me 2 teje. Unë i di veprat e tua dhe ku banon, atje ku është froni Satanit, dhe ti mbahesh fort tek emri im dhe nuk e mohove besimin në mua. Edhe në ato ditë kur Antipa, dëshmitari i besniku vra midis jush, atje ku banon Satani. Por kam disa gjëra kundër teje, sepse ke aty disa që mbajnë mësimin e Balaamit, i cili e mësoi Balakun të veri një gur pengese përpara bijve të Izraelit, që ta hanë fli me idhush dhe të kurvërojnë. Kurse ti, kështu ti ke dhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitëve, të cilët gjë e urrej. Pendohu, ndryshe do të visë shpejtit e ti dhe do të luftoj kundër tyre me shpatën e gojës time. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Kujt fiton do t'i jap të haj nga mana që është fshehur, dhe do t'i jap një gur të bardhë, dhe mbi gur është shkruar një emër i ri, të cilin se një askush përveç atij që e merr. Edhe angjëlli të kishës në Tiatir shkruaj: këto gjëra thot biri i Perëndis, ai që ka sytë si flak zjarri dhe këmbët e tij janë të ngjashëm me bronz të shkëlqyeshëm. Unë i njoh veprat e tua, dashurinë tënde, besimin tënd, shërbimin tënd, durimin tënd, dhe di që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. Por kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezebel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe t'i mashtroj shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të hanë gjëra të flijuara idhujve. Dhe i dhash kohë që të pendohet për kurvërinë e saj, por ajo nuk u pendua. Ja, unë e flaka të në një shtrat vuajtjesh, dhe ata që kurvërojnë me të në shtrëngim të madh, por nuk u penduan për veprat e tyre. Dhe do t'i godas me vdekje bijtë e saj, dhe të gjitha kishat do të njohin se unë jam ai që heton mendjet dhe zemrat, dhe do t'i jap secilit nga ju sipas veprave të veta. Por juve dhe të tjerëve që janë në Tiatir, që nuk kanë këtë doktrinë dhe nuk e kanë njohur thellësirat e Satanit, siç e quajnë ata, unë i them, nuk do të vë bar tjetër mbi ju, por mbajeni fort atë që keni derisa të vi. Dhe kujt fiton dhe i ruan deri në fund veprat e mia, do t'i jap pushtet mbi kombet. Dhe ai do t'i qeveris ata me një shufër hekuri, dhe ata do të thyen si e në argjile. Sikurse mora edhe unë pushtet prej atit tim, edhe unë do t'i jap atij yllin e mëngjesit. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Kapitulli 3. Dhe angjëlli të kishës në Sart shkruaj: këto gjëra thot ai që ka të 7 frymrat e Perëndis dhe të 7 yjet. Unë i di veprat e tua. Ti ke emrin se jeton, por je i vdekur. Ji syt qel dhe forcon betjet e gjërave që gati po vdesin, sepse nuk i gjeta të përkryera veprat e tua përpara Perëndis tim. Kujto pra atë që more dhe dëgjove, dhe ruaje dhe pendohu. Po të mos rishquar, unë do të vi te ti si vjedhës, dhe nuk do të dish në çfarë do të vi tek ti. Por ka disa veta në Sart që nuk i ndotën petkat e tyre, dhe do të ecin me mua të veshur në të bardha, sepse janë të denj. Kush fiton, do të vishet me rroba të bardha, dhe unë nuk do të afshi emrin e tij nga libri i jetës, por do të rrëfej emrin e tij përpara Atit dhe përpara angjëjve të tij. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Dhe angjëlli të kishës në Filadelfia shkruaj:
Këtë thot I shenjti, I vërteti, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë njoh veprat e tua. Janë, të vura përpara një derë të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyll, sepse ke pak forcë dhe ruajte fjalën time edhe nuk mohove emrin tim. Ja unë do të dorëzoj disa nga sinagoga e Satanit që e quajnë veten judenj, dhe nuk janë, por gënjejnë. Ja unë do të bëj të vi dhe të bien përmbys përpara këmbëve të tua dhe do të njohin se unë të kam dashur. Sepse e ruajte fjalën e durimit tim, dhe unë do të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vi mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja unë vi shpejt. Mbaje fort atë që ke, që të mos të ta marrë kur kush kurorën tënde. Kush fiton, do ta bëj shtyll në tempullin e Perëndis tim, dhe ai nuk do të dalë më përjashta. Dhe do të shkruaj mbi te emrin e Perëndis tim dhe emrin e qytetit të Perëndis, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh të dëgjoj, atë që fryma u thot kishave. Dhe engjëllit të kishës në Laodice shkruaj, këtë thot Ameni, dëshmitari besnik dhe I vërtet, fillimi I krijesës së Perëndis. Unë njoh veprat e tua që ti nuk je as I ftohtë, as I ngrohtë. Do të doja të ishe I ftohtë ose I ngrohtë, por mbasi je kështu I vakët dhe as I ftohtë dhe as I ngrohtë, unë do të vjell nga goja. Sepse ti thua, unë jam I pasur, u pasurova dhe s'kam nevojë për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyqare, mjeran, I varfër, I verbër dhe I zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë arë të kulluar në zjarr, që të bëhesh I pasur dhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket turpi I lakurishësisë sate, dhe vajos sytë tu me kolir, që të shohësh. Unë të gjitha ata që I dua dhe qortoj dhe I ndëshkoj, prandaj je I zellshëm dhe pendohu. Ja unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Kujt fiton, do t'i jap të ulet me mua, mbi fronin tim, sikurse edhe unë fitova dhe ula me atin tim mbi fronin e tij. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave. Kapitulli 4. Pas këtyre gjërave, pash dhe ja, një derë u hap në qiell, dhe zëri I parë që kisha dëgjuar të fliste me mua, si bori tha: ngjitu këtu, dhe do të tregoj gjërat që duhet të ndodhin pas këtyre gjërave. Dhe menjëherë erdha në frym, dhe ja një fron ishte në qiell, dhe mbi fron rinte një ulur. Dhe ai që ishte ulur nga pamja I ngjante një gur I djaspri dhe sardi, dhe rreth fronit ishte një ylber që I ngjante smeraldit. Dhe rreth e qark fronit ishin 24 frone, dhe mbi frone pashëndenjur 24 pleq të veshur me petka të bardha, dhe mbi kryet e tyre kishin kurora. Dhe nga froni shpërthenin vetëtima, bubullima dhe zera, dhe përpara fronit ishin 7 llampa të ndezura që janë të 7 frymrat e Perëndis. Dhe përpara fronit ishte si një det I qelqt që I ngjante kristalit, dhe në mes të fronit dhe përreth fronit 4 kafsh që ishin plot me sy përpara dhe prapa. Qenia e parë e gjallë ishte e ngjashme me një luan, dhe qenia e dytë e gjallë e ngjashme me një viç, dhe qenia e tretë e gjallë ishte fytyrë si një njeri, dhe e katërta ishte e ngjashme me një shqiponjë në fluturim. Edhe të 4 qenjet e gjalla kishin secila nga 6 krah për qark. Edhe për brenda ishin plot me sy, dhe nuk pushojnë kur as ditën as natën duke thënë: I shenjt, I shenjt, I shenjt është Zoti, Perëndi I plot fuqishmi, që ishte, që është dhe që do të vi. Sa herë që qenjet e gjalla japin lavdin, der dhe falenderim atij që rri ulur mbi fron, atij që ron në shekuj të shekujve, të 24 pleqt bien përmbys përpara atij që rri mbi fron dhe adhurojnë atë që jeton në shekuj të shekujve dhe I hedhin kurorat e tyre përpara fronit duke thënë: Ti je I denj, o Zot, të marrësh lavdin, nderimin dhe fuqin,
sepse ti krijove të gjitha gjërat dhe nëpërmjet vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan. Kapitulli 5. Pastaj pash në dorën e djathtë të atij që rrinte ulur mbi fron një libër të shkruar për brenda dhe për jashta, të vullosur me 7 vula. Dhe pash një ëngjëll të fuqishëm që proklamoi me zë të madh: Kush është i denjë të hap librin dhe të zgjidh vulat e tij? Por kur kush, as në qiell, as mbi dhe, as nën dhe, nuk mund të hapte librin e të shihte atë. Dhe unë qaja shumë sepse s'qe gjetur as një i denjë të hap dhe të lexoj librin dhe as ta shoh. Atëherë një nga pleqt më tha: Mos qaj. Ja, Luani fisit të Judës, rënja e Davidit, fitoi të hap librin dhe të zgjidhte 7 vulat e tij. Dhe pash në mes të fronit dhe të 4 qenjeve të gjalla dhe në mes të pleqve një qenj si i therrur, i cili kishte 7 brirë dhe 7 sy që janë të 7 frymrat e Perëndis, të dërguar në gjithë dheun. Dhe erdhi dhe mori librin dhe nga dora e djathtë e atij që rrinte mbi fron. Dhe mbasi e mori librin, të 4 qenjet e gjalla dhe të 24 pleqt ran përmbys përpara qengjit, duke pasur secili një qeste dhe disa kupa ari plot me erë të këndshme, të cilat janë lutjet e shenjtorëve. Dhe këndonin një këngë të re duke thënë: Ti je i denjë të marrësh librin dhe të hapësh vulat e tij, sepse ti u there me gjakun tënd na bleve tek Perëndia, nga çdo fis, gjuhë, popull dhe komb. Dhe na bëre mbretër dhe priftër për Perëndin ton, dhe do të mbretërojmë mbi dhe. Pastaj pash dhe dëgjova zërin e shumë engjëjve rreth e qark fronit, qenjeve të gjalla dhe pleqve, dhe numri tyre ishte 10 mira, 10 mirash dhe mirash, që thoshin me zë të madh: I denjë është qengji që u therr të marrë fuqinë dhe pasurinë dhe diturinë, dhe forcën dhe nderin dhe lavdinë dhe bekimin. Edhe dëgjova çdo krijesë që është në qiell dhe mbi dhe, nën dhe ato që janë në det dhe të gjitha gjërat sa janë në to, që thoshin: Atij që rri ulur mbi fron dhe qengjit i qofshin bekimin, deri, lavdia dhe forca në shekuj të shekujve. Dhe të 4 qenjet e gjalla thoshin Amen, dhe të 24 pleqt të ran përmbys dhe adhuronin atë që rron në shekuj të shekujve. Kapitulli 6. Pastaj pash kur qengji hapi të parën nga të 7 vulat dhe dëgjova një nga të 4 qenjet e gjalla që thoshte si me zë bubullime: Eja dhe shiko. Dhe unë pash dhe ja, një kal i bardh, dhe ai që e kalëronte kishte një hark, dhe atij u dha një kuror, dhe ai doli jashtë si fitimtar dhe për të fituar. Kur ai hapi vulën e dytë, dëgjova qenjen e dytë të gjallë që thoshte: Eja dhe shiko. Atëherë doli jashtë një kal tjetër i kuq, dhe atij që e kalëronte ju dha të ishte paqen nga dheu, dhe njerëzit të vrasin njëri tjetrin, dhe ju dha atij një shpatë e madhe. Dhe kur ai hapi vulën e tretë, dëgjova qenjen e tretë e gjallë që thoshte: Eja dhe shiko. Dhe pash dhe ja, një kal i zi, dhe ai që e kalëronte kishte një peshore në dorën e tij. Dhe dëgjova një zë në mes të 4 qenjeve të gjalla duke thënë: Një kenik gruri për 1 denar, dhe 2 kenik elbi për 1 denar, dhe mos dëmto vajin dhe verën. Kur ai hapi vulën e 4, dëgjova zërin e qenjes së 4 të gjallë që thoshte: Eja dhe shiko. Dhe unë pash dhe ja, një kal i zbet, dhe ai që e kalëronte emri ishte Vdekja dhe Adesi, vinte pas tij, dhe ju dha atyre pushtet përmbi 1/4 e dheut, të vrasin me shpatë dhe me zi buke e me vdekje, dhe nëpërmjet bishave të dheut. Dhe kur hapi vulën e 5, unë pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndis dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Dhe ata thirrën me zë të madh duke thënë: Deri kur, o Zot, ti je i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton, nga ata që banojnë mbi dhe. Dhe secili prej tyre ju dha një petk i bardh dhe ju thanë që të preshin edhe për pak kohë, derisa të plotësohej numri dhe i bashkëshërbëtorëve të tyre dhe i vëllezërve të tyre që duhet të vriteshin por si ata. Dhe pash kur ai hapi vulën e 6,
dhe ja u bë një tërmet i madh. Dhe dielli u bë zi si një thes prej leshi, dhe hena u bë si gjak. Dhe yjet e qiellit të ran mbi dheun, ashtu si fiku heq fiqte pa arrir dhe kur e tund një erë madhe. Pastaj qielli u hoq si një pergamen që mbështillet dhe çdo mal dhe ishull luajtën nga vendi i tyre. Dhe mbretërit e dheut, dhe të mëdhenjt dhe të pastrurit dhe komandantët dhe të fuqishmit dhe çdo sklav e çdo i lirë u fshehen nëpër shpella dhe nëpër krepat e maleve. Dhe u thoshin maleve dhe shkëmbinjve: bini mbi ne dhe na fshini nga fytyra e atij që rri mbi front dhe nga zemrimi i qengjit, sepse erdhi dita e madhe e zemrimit të tij, dhe kush mund të qëndrojë? Kapitulli 7. Mbas këtyre gjërave pash 4 ëngjëj të cilët rrinin në këmbë në të 4 këndet e dheut dhe mbanin të 4 errat e dheut, që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi det, as mbi ndonjë dru. Pastaj pash një ëngjëll tjetër që ngjitej nga lind dielli e që kishte vulën e Perëndisë së gjallë dhe u thirr me zë të madh të 4 engjëjve, të cilëve u qedhen të dëmtojnë dheun dhe tetin, duke thënë: mos dëmtoni dheun, as detin, as pemët, derisa t'i vulos në ball shërbëtorët e Perëndisë tonë. Dhe dëgjova numrin e tyre që u vulosën: 144.000 të vulosur nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit. Nga fisi i Judës 12.000 të vulosur. Nga fisi i Rubenit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Gadit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Asherit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Neftalit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Manasit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Simeonit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Levit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Sakarit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Zabulonit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Jezefit 12.000 të vulosur. Nga fisi i Benjaminit 12.000 të vulosur. Mbas këtyre, pash një turm të madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte, prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve. Këta qëndronin në këmbë përpara Fronit dhe përpara qengjit, të veshur me rroba të bardha dhe me palma në duart e tyre. Dhe thërrisnin me zë të madh duke thënë: shpëtimi është i Perëndisë tonë, që është ulur mbi Fron dhe i qengjit. Dhe të gjithë ëngjëjt rrinin në këmbë për qark Fronit dhe pleqve. Dhe 4 qenieve të gjalla dhe ram përmbys mbi fytyrën e tyre përpara Fronit dhe adhuronin Perëndin, duke thënë: Amen. Bekimi dhe lavdia dhe dituria dhe falenderimi dhe nderimi dhe fuqia dhe forca jon te Perëndia ynë në shekuj të shekujve. Amen. Pastaj një nga pleqt mu drejtua duke më thënë: cilët janë këta që janë veshur me rroba të bardha dhe nga kanë ardhur? Dhe unë i thash: Im Zot, ti e di. Atëra i më tha: këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë rrobat e tyre dhe kanë zbardhur në gjakun e Krishtit. Prandaj edhe janë përpara Fronit të Perëndisë dhe i shërbenin atij ditë e natë në tempullin e tij, dhe ai që rri ulur mbi Fron do të banojë në mesin e tyre. Ata nuk do të kenë muri, as nuk do të kenë etje, as nuk do të godas më dielli, as nuk do t'i prek kur farvape, sepse qengji që është në mesin e Fronit do t'i kullos dhe do t'i çojë burimet e gjalla të ujrave dhe Perëndia do të thaj çdo lot nga sytë e tyre. Kapitulli 8. Edhe kur ai japi vulën e 7, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmore. Dhe unë e pash të 7 angjëjt që qëndrojnë përpara Perëndisë dhe atyre u dha bori. Pastaj erdhi një angjëll tjetër që kishte një temjanic ari dhe ndaloi pranë altarit dhe ju dha shumë erë e këndshme që t'u ashtonte lutjeve të gjithë shenjtorëve mbi altarin prej ari që ishte para Fronit. Dhe tymi i erëve të këndshme të ofruara me lutjet e shenjtorëve u ngrit përpara Perëndisë nga dora e angjëllit. Pastaj angjëlli mori temjanicën, e mbushi nga zjarri i altarit dhe hodhi mbi dhe u bën zera, bubullima, vetëtima dhe një tërmet. Dhe të 7 ëngjët që kishin të 7 borit u bën gati t'i bien boris.
Engjëli i parë i ra Boris dhe u bë breshër e zjarr, i përzjer me gjak dhe u hodhën mbi dhe. Dhe e treta e pemëve u doq tërësisht, dhe çdo barinjom u doq tërësisht. Dhe engjëli i dytë i ra Boris dhe diçka si një mal i madh që digjet nga zjarri u hodh në det, dhe e treta e detit u bë gjak. Dhe e treta e krijesave që rojnë në det ngordi, dhe e treta e anijeve u shkatruan. Dhe i treti engjëll i ra Boris dhe ra nga qielli një yll i madh që digjej si pishtar dhe ra mbi pjesën e tretë të lumenjve dhe mbi burimet e ujrave. Dhe emri i yllit ishte Pelin. Dhe e treta e ujrave u bë Pelin dhe shumë njerëz vdiqën për shkak të këtyre ujrave sepse u bën të hidhura. Dhe i katërti engjëll i ra Boris dhe u godit pjesa e tretë e diellit dhe pjesa e tretë e anës dhe pjesa e tretë e yjeve që të errësoj e treta e tyre dhe e treta e ditës e humbi shkëlqimin e saj, kështu edhe nata. Dhe pash dhe dëgjova një engjëll që fluturonte në mes të qiellit dhe thoshte me zë të madh: Mirë atyre që banojnë mbi dhe për shkak të renave të tjera të borive që të tre engjëjt do t'i bien. Kapitulli 9. Dhe i pesti engjëll i ra Boris dhe unë pash një yll që ra nga qielli përmbi tokë. Dhe ati u dha qelsi pusit të umnerës. Dhe ai hapi pusin e umnerës dhe nga pusi u ngrit një tym si nga një xhak i madh dhe dielli dhe ajri u errën nga tymi i pusit. Edhe nga ky tym dolën mbi dhe karkaleca dhe atyre ju dha një pushtet i ngjashëm me atë të akrepave të tokës. Dhe atyre ju tha të mos dëmtojnë barin e dheut, as një gjelbërim dhe as një dru, por vetëm ata njerëz të cilët nuk kanë vullën e Perëndis mbi ballë. Dhe atyre ju dha fuqia të mos i vrasin ata, por t'i numërojnë 5 muaj dhe mundimi i tyre si mundimi i akrepit kur pickon. Dhe në ato ditë njerëzit do të kërkojnë vdekjen, por nuk do ta gjejnë atë. Edhe do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre. Dhe pamja e karkalecave ju përngjante kuajve të gatitur për luftë, dhe mbi kokat e tyre kishin si kurora prej ari dhe fytyrat e tyre ishin si fytyra njerëzish. Dhe kishin flok si flok grash dhe dhembët e tyre ishin si dhemb luanësh. Dhe kishin pazmore si pazmore ekuri dhe ushtima e krave të tyre ishte si ushtima e shumë qerreve dhe kuajve që rendin në luftim. Dhe kishin bishtra që u ngjanin akrepave dhe me thumë në bishtat e tyre, në të cilat qëndronte fuqia të dëmtonin njerëzit për 5 muaj. Dhe për mbret përmbi ta kishin engjëllin e umnerës. Emrin e tij në hebraisht është Abadon dhe në greqisht emrin e ka Apolion. Mjerimi i parë kaloi, ja po vinë edhe 2 mjerime pas kësaj. Dhe i 6-ti engjëll i ra Boris dhe dëgjova një zë nga të 4 brirët e altarit, që e altarit të artë që është përpara Perëndis, që i thoshte engjëllit të 6 që kishte borin: Zgjidh të 4 engjëjt që janë të lidhur në lumin e madh e Eufratin. Atëherë të 4 engjëjt që ishin përgatitur për ato orë, ditë, muaj dhe vit, u zgjidhen që të vrasin të tretën pjesë të njerëzve. Dhe numri ushtarëve të kalorësisë ishte 200 milion. Dhe unë e dëgjova numrin e tyre, dhe kështu unë pash në vegim kuajt dhe ata që i kalironin. Ata kishin pazmore ngjyrë zjarri, hiaciniti dhe squfuri, dhe kokat e kuajve ishin si koka luanësh, dhe nga gojët e tyre dilte zjarr, tym dhe squfur. Nga këto të 3 plag u vraj 1/3 e njerëzve, nga zjarri, nga tymi e nga squfuri që dilnin nga gojët e tyre, sepse pushteti i tyre në fakt ishte në gojët e tyre, dhe në bishtrat e tyre sepse bishtrat e tyre ishin të ngjashëm me gjarprinj që kanë koka dhe me anë të tyre dëmtonin. Dhe njerëzit e tjerë, ata që nuk u vran nga këto plag, nuk u penduan nga veprat e duarve të tyre, që të mos nderojnë demonët dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri dhe druri, që nuk mund të shohin as të dëgjojnë as të ecin. Dhe ata nuk u penduan nga vrasjet e tyre, as nga magjia e tyre, as nga kurvërimi i tyre, as nga vjedhjet e tyre. Kapitulli 10. Pastaj pash një angjëll tjetër të fuqishëm që zbriste nga qielli. I mbështjell me një re dhe me një ylber mbi krye, dhe fytyra e tij ishte si një diell dhe këmbët e tij si shtylla zjarri. Ai kishte në dorë një libër të hapur dhe vuri këmbën e tij të djathtë mbi det dhe të majtin mbi dhe.
Dhe thirri me zë të madh si një luan që vrudullon dhe si bërtiti të 7 bubullimat bën të dëgjoj ushtima e tyre. Dhe kur të 7 bubullimat bën të dëgjoj ushtima e tyre, u gatita të shkruaj, por dëgjova një zë nga qielli që më thoshte: "Vullosi gjërat që thoshin të 7 bubullimat dhe mos i shkruaj." Atëherë engjëlli që unë pash që rinte në këmbë mbi det e mbi dhe ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe bëri bej për atë që rron në shekuj të shekujve, që krijoi qiellin dhe gjërat që janë në te, tokën dhe gjërat që janë në te, detin dhe gjërat që janë në te, dhe nuk do të vonohet më. Por në ditët kur engjëlli 7 të bëjë të dëgjohet zëri i tij, kur ai ti bjerë Boris, do të zbatohet misteri i Perëndis, ashtu si ai u shpalli shërbëtorëve të tij profetëve. Dhe zëri që kisha dëgjuar nga qielli më foli përsëri dhe tha: "Shko, merr libërthin e hapur që ndodhet në dorën e engjëllit që rri mbi det e mbi dhe." Dhe shkova tek engjëlli dhe i thash: "Më jep libërthin." Dhe ai më tha: "Merre dhe glabëroje atë, dhe ai do të i dhëroj të përbrendshmet e tua, por me gojën tënde do të jesh i ëmbël si mjalti." Dhe e mora libërthin nga dora e engjëllit, dhe si e glabërova dhe ishte në gojën time i ëmbël si mjalt, dhe mbasi e glabërova, barku im u i dhërua. Dhe ai më tha: "Të duhet përsëri të profetizosh mbi shumë kombej, popull, gjuhë dhe mbretër." Kapitulli 11. Dhe mu dha një kallam që i ngjante një shufre, dhe engjëlli duke qëndruar në këmbë tha: "Çou dhe mat tempullin e Perëndis, altarin dhe ata që adhurojnë atje, dhe oborrin që është jashtë tempullit të lere, dhe mos e mat, sepse u është dhënë jo hebrejve, dhe ata do të shkelin qytetin e shenjtë për 42 muaj. Dhe unë do t'u jap të 2 dëshmitarëve të mi për të profetizuar, dhe ata do të profetizojnë 1260 ditë të veshur me thas. Këta janë të 2 drurët e ullirit dhe të 2 shandanët që rrin përpara Perëndisë së dheut. Dhe nëse ndokush dëshiron të bëj keq atyre, nga goja e tyre del zjarr dhe i glabëron armiqtë e tyre. Dhe kushto që dëshiron të bëj keq atyre, në këtë mënyrë duhet vrarë. Ata kanë pushtet të mbyllin qiellin dhe të mos bjerë shi në ditët e profecisë së tyre. Ata kanë edhe pushtet mbi ujërat t'i kthejnë në gjak dhe për të goditur dheun me çdo plag sa herë që duan. Dhe kur ta kryejnë dëshminë e tyre, bisha që ngjitet nga umnera do të bëj luftë kundër tyre, edhe do t'i mund ata dhe do t'i vras. Dhe kufomat e tyre do të dergje në sheshin e qytetit të madh, i cili frymërisht quhet Sodom dhe Egjipt, ku është kryqëzuar dhe Zoti ynë. Dhe njerëz nga popujt dhe fise dhe gjuhë dhe kombe do të shohin kufomat e tyre 3 ditë e gjysmë dhe nuk do të lënë që kufomat e tyre të shtrihen në varr. Dhe banorët e dheu do të ngazëllojnë për ata dhe do të bëjnë fest dhe do t'i dërgojnë njëri tjetrit dhurata, sepse këta 2 profet i munduan ata që banojnë mbi dhe. Por mbas 3 ditësh e gjysmë, fryma e jetës që buron nga Perëndia hyri në ta, dhe qëndruan në këmbët e tyre, dhe një tmerr i madh ra mbi ata që i shikonin. Dhe dëgjuan një zë të madh nga qielli, dhe u thënë atyre: "Ngjituni këtu lart." Dhe u ngjitën në qiell në një re, dhe armiqtë e tyre i pan. Dhe në ato orë ra një tërmet i madh, dhe e 10 pjesë e qytetit u rrëzua, dhe në tërmet u vran 7.000 njerëz, dhe të tjerët u tmerruan dhe i dhan lavdi Perëndisë së qiellit. Mjerimi i dytë kaloi, por ja, mjerimi i tretë do të vijë së shpejti. Dhe engjëlli i 7 i ra Boris, dhe u bën zera të mëdhenj në qiell që thoshin: "Mbretëritë e botës u bën mbretëritë e Zotit ton dhe të Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve." Atëherë të 24 pleqt që rrinin përpara Perëndis mbi fronet e tyre ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe adhuruan Perëndin, duke thënë: "Ne të falenderojmë o Zot, Perëndi i plot fuqishmi që je, që ishe dhe që do të vish, sepse more në dorë pushtetin tënd të madh dhe mbretëron. Kombet ishin zemëruar, por erdhi mëria jote dhe erdhi koha që të gjykohen të vdekurit dhe t'u jepet paga shërbëtorëve të tu, profetëve dhe shenjtorëve, dhe atyre që druajnë emrin tënd, të vegjël dhe të mëdhenjve, dhe të shkatërosh ata që shkatërrojnë dheun." Atëherë u hap tempulli i Perëndisë në qiell, dhe u duk arka e beslidhjes së tij, dhe ndodhnin vetëtima dhe zera dhe bubullima dhe tërmet dhe një rrëbesh i fortë. Breshëri dhe një rrebesh i fortë breshëri.
Kapitulli 12. Pastaj një shenjë e madhe u duk në qiell. Një grua e veshur me diellin dhe me henën poshtë këmbëve të saj dhe mbi kryet e saj një kuror me 12 yje. Ishte 7 zanë dhe bërtiste nga dhimbjet dhe mundimet e lindjes, dhe u duk një shenjë tjetër në qiell. Dhe ja një draguaj madh që kishte 7 kokë dhe 10 brirë, dhe mbi kokat e tij kishte 7 kurora. Dhe bishti i tij të rishte mbas vetes të tretën pjesë të yjeve të qiellit dhe i hodhi mbi tokë. Dhe dragoi qëndroi përpara gruas që ishte gati për të lindur, për të glabëruar birin e saj kur ta kishte lindur. Dhe ajo lindi një bir mashkull, i cili duhej të qeverisë gjithë kombet me skeptër të ekurt, dhe biri i saj u rrëmbye pranë Perëndisë dhe fronit të tij. Dhe gruaja iku në shkret të tir, ku kishte vend të përgatitur nga Perëndia që të ushqehet atje 1260 ditë. Edhe u bë luftë në qiell. Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër dragojit, dhe dragoi dhe engjëjt e tij luftuan, por nuk fituan, e nuk u gjet më për ta vend në qiell. Kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë, që është quajtur djallë dhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë, me të u hodhën edhe engjëjt e tij. Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte: Tani arriti shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë, dhe pushteti i Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë pa ditë si vëllezërve tanë, ai që i padiste përpara Perëndisë tonë ditë e natë. Dhe ata e fituan atë me anë të gjakut të qengjit, dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Prandaj gëzoni o qiej, dhe ju që rrini në ta, mjerë ju banor të tokës dhe të detit, sepse spriti djalli drejt jush duke pasur zëmërim të madh, duke ditur se ka pak kohë, dhe kur dragoi pa se u hodh në tokë, përndoqi gruan që lindi birin mashkull. Dhe ja dhan gruas 2 krahë e shqiponjës së madhe që të fluturoi në shkret të tir në vendin e saj ku të ushqehet një kohë, disa kohë dhe gjysmën e një kohe larg pranisë së gjarprit. Atëherë gjarpri qiti nga goja e tij ujë mbi një lum përpara gruas që atë ta merrte lumi. Dhe toka e ndihmoi gruan, dhe toka hapi gojën e vet dhe përpiu lumin, dhe dragoi kishte nxjerr nga goja e vet. Dhe dragoi u zëmërua kundër gruas dhe shkoi të bëj luftë me të tjerët pasardhës së saj, të atyre që i ruajnë urdhërimet e Perëndisë dhe që kanë dëshminë e Jezus Krishtit, dhe u ndala mbi rerën e detit. Kapitulli 13. Dhe pash të ngjitej nga deti një bish që kishte 10 brirë dhe 7 krerë, dhe mbi brirë 10 kurora dhe mbi krerë emra blasfemie. Dhe bisha që pash i ngjante një leopardi. Këmbët e saj ishin si të ariut, dhe goja e saj si ajo e luanit, dhe dragoi i dha asaj fuqinë e vet, fronin e vet dhe autoritet të madh. Dhe pash një nga krerët e saj si të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekje prurse u shërua dhe gjithë dheu mrekullua pas bishës. Dhe adhuruan dragoin që i dha autoritet bishës, dhe adhuruan bishën duke thënë: kush i ngjan bishës? Kush mund të luftoj kundër saj? Dhe ju dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi, dhe ju dha pushtet të veproj për 42 muaj. Dhe ajo hapi gojën e vet për të blasfemuar kundër Perëndisë, për të blasfemuar emrin e tij, tabernakullin e tij dhe ata që banojnë në qiell. Dhe ju dha të bëj luftë kundër të shenjtorëve dhe timund, dhe ju dha pushtet mbi çdo fis, gjuhë dhe këmbë. Dhe do të adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit, që ishte vrarë që nga krijimi i botës. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Kush e çon tjetrin në robëri do të bjerë. Kush vret me shpatë, duhet edhe ai të vritet me shpatë. Këtu është qëndrueshmëria dhe besimi i shenjtorëve. Pastaj pash një bish tjetër që ngjitej nga dheu dhe kishte 2 brirë që i ngjanin atyre të qengjit, por fliste si një dragua. Ajo ushtronte gjithë pushtetin e bishës së parë përpara saj dhe bënte që dheu dhe banorët e tij të adhurojnë bishën e parë, të cilës ju shërua plaga vdekjeprurse.
dhe bënte shenja të mëdha, sa që edhe zjarr bënte të zbres nga qielli mbi dhe në pranitë e njerëzve. Dhe i mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që i ishin dhënë për të bërë përpara bishës, duke u thënë banorëve të dheut t'i bëjnë një figurë bishës që kishte plagën e shpatës dhe e kthyer në jetë. Dhe ju dha t'i jap një frym figurës së bishës, aq sa figura e bishës të flas dhe të bëjë që të gjithë ata të cilët nuk e adhuronin figurën e bishës të vriteshin. Veç kësaj, bëri që të gjithë të vegjël e të mëdhenj, me të pasur dhe të varfër dhe të lirë dhe të sklevër, t'u vihet një damp mbi dorën e tyre të djathtë dhe mbi ballin e tyre, dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, dhe të mos kishte damkën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Këtu është urtia. Ai që ka mend, le të bëj llogari numrin e bishës, sepse është numër njeriu, dhe numri i tij është 666. Kapitulli 14. Pastaj pash qengjin që rrinte në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të ishin 144.000 njerëz që e kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij dhe emrin e atij e atit të tij. Dhe dëgjova pastaj një zë nga qielli, si ushtima e shumë ujrave dhe si gjëmimi i një bubullime të madhe. Dhe zëri që dëgjova ishte si ai i kitaristëve që ju bien qesteve të tyre. Ata këndonin një këngë të re, përpara fronit, përpara 4 qenieve të gjalla dhe përpara pleqve. Dhe asnjë nuk mund ta mësonte kantikun përveç të 144.000 që ishin shpenguar nga toka. Këta janë ata që nuk janë ndotur me femra, janë në fakt të virgjër. Këta janë ata që ndjekin qengjin, kudo që do të shkojë ai, këta u shpenguan ndër njerëzit që t'jenë të parat fruta për Perëndin dhe qengjin. Dhe në gojë të tyre nuk u gjet gënjeshtër, sepse janë të paqortushëm përpara fronit të Perëndis. Pastaj pash një ëngjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm që t'ua predikoi banorëve të dheut dhe çdo kombi dhe fisi dhe gjuhë dhe populli. Dhe thoshte me zë të madh: Druajeni Perëndin dhe i jepni lavdi sepse ora e gjyqit të tij erdhi. Adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujrave. Pastaj një tjetër ëngjël shkoi pas tyre duke thënë: Ra, Babilonia, qyteti i madh që u ka dhënë të pijë të gjithë kombet dhe verën e zemrimit të kurvërimit të saj. Një ëngjël i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, do të pijë edhe ai nga vera e zemrimit të Perëndis që është derdhur e papërzierë në kupën e zemrimit të tij, dhe do të mundohet me zjarr dhe squfur përpara engjëjve të shenjtë dhe përpara qengjit. Dhe tymi mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve dhe nuk do të ketë preje ditë e natë. Ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj, dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj. Kështu është qëndrueshmëria e shenjtorëve. Këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndis dhe besimin e Jezusit. Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: Shkruaj, lumë të vdekurit që këte jetutje vdesin në Zotin. Po thot frymra që të prehen nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre t'i ndjekin. Pastaj pash një re të bardhë dhe jam mbi re, po rinte i ulur një i ngjashëm me një bir njeriu, i cili kishte mbi krye një kuror të artë dhe në dorë një drapër të mpret. Një ëngjël tjetër doli nga tempulli, duke i thirrur me zë të madh atij që ulej mbi re: Vëre dorën mbi drapërin tënd dhe korr, sepse ora e të korrave ka ardhur dhe të korrat e dheut janë pjekur. Atëherë ai që ulej mbi re e lëshoi draprin e tij mbi tokë dhe dheu korr. Pastaj një ëngjël tjetër doli nga tempulli që është në qiell, duke mbajtur edhe ai një drapër të mpret. Dhe një ëngjël tjetër që kishte pushtet mbi zjarrin doli nga altari dhe i thirri me zë të madh atij që kishte draprin e mpret duke thënë: Vëre në punë draprin tanë të mpret dhe vil bistakët e vreshtit të dheut, sepse rrushi i tyre është pjekur. Atëherë engjëlli e lëshoi draprin e tij mbi tokë dhe veli vreshtin e dheut dhe hodhi rrushin në vozën e madhe të zemrimit të Perëndis dhe voza u shtryth jashtë qytetit dhe nga voza doli gjak deri te frerët e kuajve për 1.600 stade.
Kapitulli 15. Pastaj pash në qiell një shenjë tjetër të madhe dhe të mrekullueshme, 7 ëngjëj që kishin 7 plagët e fundit, sepse me to u krye zemrimi i Perëndis. Dhe pash një si det të qelqt, të përzier me zjarr, dhe në këmbë mbi detin e qelqt ata që kishin mundur bishën, figurën e saj dhe damkën e saj, edhe numrin e emrit të saj. Ata kishin qestet e Perëndis dhe këndonin këngën e Mojsiut, shërbëtorit të Perëndis, dhe këngën e qengjit duke thënë: Të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, Perëndi i plot fuqishëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i kombeve. Kush nuk do të druaj, o Zot, dhe nuk do të lëvdoj emrin tënd, sepse vetëm ti je i shenjtë, sepse të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e tua u shfaqën. Dhe pas këtyre gjërave, unë pash dhe ja, u hap në qiell tempulli i tabernakulit të dëshmisë, dhe 7 ëngjëj që kishin të 7 plagët dolën nga tempulli të veshur me linë të pastër dhe të shndritshëm dhe të ngjeshur përreth gjoksit me breza ari. Një nga 4 qenjet e gjalla u dha të 7 engjëjve kupa ari, plot me zemrimin e Perëndis që rron në shekujt e shekujve. Dhe tempulli u mbush me tym nga lavdia e Perëndis dhe nga fuqia e tij, dhe askush nuk mund të hynte në tempull derisa të mbaroheshin të 7 plagët e të 7 engjëjve. Kapitulli 16. Pastaj dëgjova një zë të madh nga tempulli që u thoshte të 7 engjëjve: Shkoni dhe derdhni mbi dhe kupat e zemrimit të Perëndis. I pari shkoi dhe i derdhi kupën mbi tokë, dhe një ulçër e ligë dhe e dhimbshme goditi njerëzit që kishin damkën e bishës dhe ata që adhuronin figurën e saj. Pastaj engjëlli i dytë e derdhi kupën e tij në det dhe u bë gjak si një të vdekuri dhe çdo qenie e gjallë në det vdiq. Dhe engjëlli i tretë e derdhi kupën e tij në lumenj dhe në burimet e ujit dhe u bë gjak, dhe dëgjova engjëllin e ujrave duke thënë: Ti je i drejtë, o Zot, që je, që ishe dhe që do të vish, i shenjti që gjykoi këto gjëra. Ata kanë derdhur gjakun e shenjtorëve dhe të profetëve, dhe ti u dhe atyre të pinë gjak, sepse është shpërblimi që ata meritojnë. Dhe dëgjova një tjetër që thoshte nga altari: Po, o Zot Perëndi i plot fuqishëm, gjykimet e tua janë të vërteta dhe të drejta. Dhe engjëlli i 4 e derdhi kupën e tij mbi diellin, dhe i u dha atij të djegë njerëzit me zjarr. Dhe njerëzit u dogjën nga një nxehtësi e madhe, dhe ata blasfemuan emrin e Perëndis që ka pushtet mbi këto plagë, dhe nuk u penduan që t'i japin lavdi atij. Dhe engjëlli i 5 e derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës, dhe mbretëria e tij u mbulua me terrë, dhe njerëzit kafshonin gjuhët e tyre nga dhembja, dhe blasfemuan Perëndin e qiellit për shkak të dhembjeve të tyre, dhe ulçrat e tyre për ulçrat e tyre nuk u penduan për veprat e tyre. Pastaj engjëlli i 6 e derdhi kupën e tij në lumin e madh Eufrat, dhe uji i tij u dha për të bërë gati udhën e mbretërve që vinë nga lindja e diellit. Dhe pash të dilte nga goja e dragojit, nga goja e bishës dhe nga goja e profetit të rrem 3 frymë të ndyra që u ngjanin bretkocave, sepse në fakt janë frymra të demonëve, që bëjnë mrekulli, që shkojnë te mbretërit e dheut dhe të gjithë botës që t'i mbledhin për luftën e ditës së madhe të Perëndisë së plot fuqishëm. Ja, unë po vi si vjedhës, luma i që rizgjuar dhe ruan rrobat e veta që të mos eci zhveshur dhe të duket turpi i tij. Dhe e mblodhën në një vend që hebraisht quhet Armagedon. Pastaj engjëlli 7 e derdhi kupën e tij në erë, dhe doli një zë i madh nga tempulli i qiellit, nga froni, duke thënë: U bë. Atëherë shkrepën zëra bubullimash dhe vetë tima, dhe u bë një tërmet i madh. I tillë nuk ishte bërë që kurse u bën njerëzit mbi tokë, një tërmet kaq i fort i madh, dhe qyteti i madh u nda në 3 pjesë, dhe qytetet e korave e kombeve ran. Babilonia e madhe u kujtua përpara Perëndis që t'i jap kupën e verës së zemrimit të tij të tërbuar, dhe çdo ishull iku dhe malet nuk u gjetën më.
dhe një breshër i madh me peshë prej 1 talenti ram nga qielli mbi njerëzit dhe njerëzit blasfemuan Perëndin për plagën e breshërit, sepse plaga e tij ishte me të vërtetë e madhe. Kapitulli 17. Dhe erdhi një nga ato 7 ëngjëjt që kishin të 7 kupat dhe foli me mua dhe më tha: Eja, do të tregoj gjyqin e kurvës së madhe që është ulur në ujëra të shumta, me të cilën u kurvëruan mbretërit e dheut dhe banorët e dheut u derën me verën e kurvërisë së saj. Dhe më çoi në frym në një shkretë të tir, dhe pash një grua që rrinte mbi një bishtë të kuqe, plot me emra blasfemie, që kishte 7 krerë dhe 10 brirë. Edhe gruaja ishte veshur me purpur dhe me të kuq të ndesur, e stolisur me ar gur të çmuar dhe me margaritar. Kishte në dorë një kup ari plot me neveritë dhe ndyrësitë e kurvërimit të saj. Dhe mbi ballin e saj ishte shkruar një emër: Misteri Babilona, Babilonia e madhe, nëna e lavirave dhe neverive të dheut. Dhe e pash gruan duke u deur nga gjaku i shenjtorëve dhe nga gjaku i martirëve të Jezusit. Dhe kur e pash, u çudita me çuditë të madhe. Dhe angjëlli më tha: Përse çuditesh? Unë do të tregoj misterin e gruas dhe të bishës që e mban atë, e cila ka 7 krerë dhe 10 brirë. Bisha që pe ishte dhe nuk është, dhe do të ngjitet nga umnerat dhe do të bëj vej në përhumbje. Dhe banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës që nga krijimi i botës, do të çuditen kur të shohin bishën që ishte dhe nuk është ndose është. Këtu është mendja që ka dituri. Të 7 krerët janë 7 male ku ulet gruaja. Dhe mbretërit janë 7. Dhe mbretër janë 7. 5 kanë rënë, 1 është dhe tjetri nuk ka ardhur ende. Dhe kur të vi, pak kohë do të mbetet. Dhe bisha që ishte dhe nuk është më, është edhe ajo i 8 mbret dhe është nga të 7 dhe shkon në përhumbje. Të 10 brirët që pe janë 10 mbretër, të cilët nuk kanë marrë ende mbretërin, por do të marrin pushtet si mbretër një orë bashkë me bishën. Këta kanë një qëllim dhe do t'ja japin fuqinë dhe pushtetin e tyre bishës. Ata do të luftojnë kundër qengjit dhe qengji do t'i mund, sepse ai është zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Dhe ata që janë me te janë të thirrur, të zgjedhur dhe besnik. Prandaj më tha: Ujërat që ke parë ku ulet lavirja janë popuj dhe turma, kombe dhe gjuhë. Dhe të 10 brirët që ke parë mbi bishën, këta do të urrejnë laviren, dhe do ta bëjnë të shkretë dhe lakuriq, dhe do ta hanë mishin e saj dhe do ta djegin me zjarr. Sepse Perëndia u dha në zemër atyre të kryejnë mendjen e tij, të bëhen në një mendje, të kthejnë mendjen e tij, të bëhen në një mendje dhe t'i japin bishës mbretërinë e tyre. Gjersa të plotësojnë fjalët e Perëndisë, dhe gruaja që pe është qyteti i madh që mbretëron mbi mbretëritë e dheut. Kapitulli 18. Dhe pas këtyre pash një angjëll tjetër që zbriste nga qielli, që kishte pushtet të madh dhe dheu u ndriçua nga lavdia e tij. Ai bërtiti me forcë dhe me zë të madh duke thënë: Ra, ra Babilonia e madhja, dhe u bë vendbanimi i demonëve, dhe streja e çdo fryme të ndyrë dhe streja e çdo perëndie të ndyrë dhe të neveritshëm. Sepse nga vera e mërisë së kurvërimit të saj kanë pirë të gjitha kombet, dhe mbretërit e dheut me te u kurvëruan, dhe tregtarët e dheut u pasuruan për shkak të luksit të saj të shfrenuar. Pastaj dëgjova një zë tjetër nga qielli duke thënë: Dilni prej saj o populli im, që të mos bëheni pjesëtar të mëkateve të saj, dhe mos merrni nga plagët e saj, sepse mëkatet e saj janë grumbulluar dhe kanë arritur deri në qiell, dhe Perëndia kujtoi paudhësitë e saj. Shpërblejani atë që ajo ju ka bërë juve. Përkundrazi, shpërblejani 2 fish sipas veprave të saj në kupën që ajo derdhini 2 fishin. Në masën që u vetë lavdërua ajo dhe shfreu në epshe, në atë masë i jepni asaj mundim dhe brenga, sepse ajo në zemër të vetë thot: Unë rri poshtë si mbretëresh, e ve nuk jam dhe breng nuk do të shoh.
Prandaj në një ditë të vetme do të vinë plagët e saj. Vdekja, vaji dhe zia e bukës dhe do të digjet krejt në zjarr. Sepse i fuqishëm është Zoti Perëndia, ai që e gjykon atë. Dhe do ta qajnë atë dhe do të vajtojnë për te mbretërit e dheut, ata që u kurvëruan me te dhe u dhan pas epsheve të saj, kur të shohin tymin e zjarrit të saj. Ata do të qëndrojnë larg nga frika e mundimit të saj duke thënë: Mjerë, mjerë Babilonia, qyteti i madh, qyteti i fuqishëm, sepse në te një moment erdhi gjyqi yt. Edhe tregtarët e dheut do të qajnë dhe do të vajtojnë për te, sepse askush nuk do të blejë më mallrat e tyre. Mallra prej ari dhe argjendi, gur të çmuar dhe margaritar, pëlura liri dhe purpuri, mëndafshi e të kuqeremeje, dhe gjithë farë drurësh e rëmirë, e gjithë farë sendesh fildishi, dhe druri shumë të çmuar, bronzi, ekuri dhe mermeri, dhe kanel dhe parfume, vajra e rëmirë, temjan, ver, vaj, maj mielli, gruri, gjej gjallë, dhen, kuaj, qere, trupa e shpirtra njerëzish. Dhe fruti i dëshirës së shpirtit tënd ikën prej teje, dhe të gjitha gjërat e pasura dhe të shkëlqyera ikën prej teje, dhe ti nuk do t'i gjesh më kurrë. Tregëtarët e këtyre gjërave që u pasuruan prej saj do të rrinë larg për shkak të frikës së mundimit të saj, dhe do të qajnë dhe do të vajtojnë, duke thënë: qyteti i madh, që ishte veshur me lirë të hollë, me të purpura e të kuqe të ndezur, dhe e stolisur me ar dhe me gur të çmuar dhe me margaritar, sepse në një moment u shkatërrua një pasuri kaq e madhe. Të gjithë kapitenët, të gjithë pasagjerët dhe detarët dhe të gjithë ata që tregtojnë nëpërmjet detit dhe do të qëndrojnë nga larg. Dhe duke parë tymin e zjarrit të saj, do të këllthisin. Cili qyteti përngjante këtij qyteti të madh? Dhe do të hedhin plur mbi krye, do të bërtasin duke qare, duke vajtuar, duke thënë: qyteti i madh, në të cilën u pasuruan të gjithë ata që kishin anije në det, dhe mrekullia e saj, sepse për një moment u shkretua. Gëzohu përmbi te o qiell, dhe ju apostujt të shenjtë dhe profet, sepse Perëndia duke e gjykuar vuri në vend drejtësinë. Dhe një engjëll i fuqishëm ngriti një gur të madh me përmasat sa një mokër, dhe e hodhi në det duke thënë: me të njëjtin vrull do të hidhet Babilonia, qyteti i madh, dhe nuk do të gjendet më. Dhe zëri i harpistëve, i muzikantëve, i fylltarëve dhe i borizanëve nuk do të dëgjohet më te ti. Dhe çdo mjeshtër, çfarë do eksperti i arteve që nuk do të gjendet më në ty. Nuk do të dëgjohet më te ti zëri i gurit të mullirit, dhe dritë llampe nuk do të ndriçojë më në ty. Edhe zëvendri dhe nuseje nuk do të dëgjohet më tek ti, sepse tregtarët e tu ishin të mëdhenj te dheut, sepse gjithë kombet u mashtruan me magjinë tënde, sepse në te u gjet gjak profetësh dhe shenjtorësh, dhe i gjithë atyre që u janë vrarë mbi dhe. Kapitulli 19. Dhe pas këtyre dëgjova në qiell zërin e madh të një turme të shumtë, duke thënë: Haleluja, shpëtimi dhe lavdia dhe nderimi dhe fuqia i përkasin Zotit Perëndis ton, sepse e vërteta dhe e drejta janë gjykimet e tij. Dhe ai në fakt gjykoi laviren e madhe që e prishi dheun me kurvërinë e saj, dhe mori hak për gjakun e shërbëtorëve të vet, të derdhur prej dorës së saj. Dhe thanë për të dytën herë: Haleluja, dhe tymi i saj ngjitet në shekuj të shekujve. Dhe ranë përmbys të 24 pleqt, dhe të 4 qenjet e gjalla, dhe adhuruan Perëndin që ulej mbi fron duke thënë: Amen, aleluja! Dhe nga froni erdhi një zë duke thënë: Lëftoni Perëndin ton, gjithë ju shërbëtorë të tij, dhe ju që e druani dhe të vegjëlit dhe të mëdhenjt. Dhe dëgjova një zë i një turme të madhe, dhe një zë shumë ujrash, dhe si një zë bubullimash të forta që thoshte: Aleluja, sepse filloi të mbretëroj Zoti Perëndia ynë i plot fuqishmi. Le të gëzohemi dhe ngazëllohemi, dhe le t'i japim atij lavdi, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja e tij është përgatitur. Dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i hollë janë veprat e drejta të shenjtorëve. Dhe më pas shkruaj:
Lumë ata që janë ftuar në gostinë e dasmës së qengjit, dhe më tha, këto janë fjalët e vërteta të Perëndis. Unë edhe rash përpara këmbëve të tij për ta adhuruar. Por ai më tha, ruaje se e bën, unë jam bashkëshërbëtori yt, si dhe i vëllezërve të tu që kanë në dëshminë e Jezusit, Perëndin adhuro, sepse dëshmia e Jezusit është frymë profecie. Dhe pash qiellin e hapur, dhe ja një kal i bardhë, dhe ai që e kalëronte quhet besniku dhe i vërteti. Dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi. Dhe sytë e tij ishin si flak zjarri, dhe kryet e tij ishin shumë kurora, dhe kishte një emër të shkruar që askush nuk e di përveç atij. Dhe ishte i veshur me një rrobe të ngjyrë në gjak, dhe emri i tij quhet Fjala e Perëndis. Dhe ushtrit që janë në qiell e ndiqnin mbi kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri të holla, amen, të bardhë dhe të pastër. Dhe nga goja e tij dilte një shpatë mpret, për të goditur me të kombet, dhe ai do të qeveris me një skeptër prej hekuri, dhe ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë dhe të zemrimit të Perëndisë së plotfuqishëm. Dhe mbi rrobat e veta dhe mbi kofshën e tij ishte shkruar një emër, mbret mbi mbretër, Zot i zotërve. Dhe pash një ëngjël që qëndronte në këmbë në qiell dhe bërtiti në diell dhe bërtiti me zë të madh, duke u thënë gjithë shpendërve që fluturojnë në mes të qiellit. Ejani, mblidhuni në gostinë e madhe të Perëndis. Do të hani mish mbretërish, dhe mish kapitenësh, dhe mish njerëzish, dhe mish kuajsh, dhe kalorësish, dhe mishin e të gjithë njerëzve të fuqishëm, të lirëve dhe të sklevërve, dhe të vegjëlve dhe të mëdhenjve. Dhe pash bishën dhe mbretërit e dheut, dhe ushtrit e tyre të mbledhura në një që të bënin luftë kundër atij që kalëronte kalin kundër ushtrisë së tij. Dhe bisha u kap bashk me të profeti Rem që kishte bërë shenja përpara saj, me të cilat i mashtroi ata që morën damkën e bishës, dhe ata që adhuruan figurën e saj, që të dy i hodhën të gjallë në liçenin e zjarrit që digjet me squfur, dhe të tjerët u vranë me shpatë që dilte nga goja e atij që kalëronte kalin, dhe të gjitha shpendët u ngopën me mishrat e tyre. Kapitulli 20. Dhe pash një ëngjël që zbriste nga qielli, duke pasur qelsin e humnerës dhe një zinxhir të madh në dorë. Ai e kapi dragojin gjarprin e lashtë, që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për 1000 vjet. Dhe hodhi atë në humner, dhe mbylli atë, dhe vulosi mbi të që të mos i mashtroj më kombet, derisa të mbushen 1000 vjet. Dhe pas këtyre ai duhet zgjidhur për pak kohë. Dhe pash frone, dhe ata që ulen mbi to dhe atyre ju dha pushtet që të gjykojnë, dhe pash shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndis, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën dhe as figurën e saj, dhe nuk kishin marrë damk mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa të mbusheshin 1000 vjet. Kjo është ringjallja e dytë. I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet. Por ata që janë priftërinj të Perëndisë dhe të Krishtit, dhe do të mbretërojnë me të 1000 vjet. Dhe kur të kryen të 1000 vjetët, Satani do të zgjidhet nga burgu i tij, dhe do të dalë të mashtroj kombet që janë në të 4 anët e dheut, Gogun e Magogun, që t'i mbledh ata për luftë. Numri tyre do të jetë si rëra e detit, dhe ata do të lëvizin në të gjithë sipërfaqen e dheut dhe do të arrethojnë fushën e shenjtorëve dhe qytetin e dashur. Por nga qielli do të zbresë zjarri dërguar nga Perëndia dhe do t'i përpi. Atëherë, djallin që i kishte mashtruar do ta hedhi në liçenin e zjarrit edhe të squfrit, ku janë bisha dhe profeti Rem, dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve. Pas kësaj, pash një front të madh, të bardhë dhe atë që ulej mbi të, dhe prania e të cilit iku dheu dhe qielli dhe u gjend
dhe nuk u gjet vend për ata. Dhe pash të vdekurit, të mëdhenj dhe të vegjël që rrinin në këmbë përpara Perëndis, dhe librat u hapën, dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykua në bazë të gjërave të shkruara në libër, sipas veprave të tyre. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në te. Dhe vdekja dhe Hadesi i dorëzuan të vdekurit që ishin në te. Dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë. Dhe nëse ndikush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u flak në liçenin e zjarrit. Kapitulli 21. Dhe pash në një qiell të ri dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar dhe deti nuk ishte më. Dhe unë, Gjoni, pash qytetin e shenjtë Jeruzalemin e ri që zbriti nga qielli, nga Perëndia, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e vet. Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: ja tabernakulli i Perëndis me njerëzit, dhe ai që do të banoj me ta, dhe ata që do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndia i tyre. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Dhe ai që rrinte mbi fron tha: ja, unë i bëj të gjitha gjërat e reja. Dhe më tha: shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike. Dhe më tha: u bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Atij që ka etje, unë do t'i jap si dhurat nga burimi i ujit të jetës. Kush fiton, do të trashëgoj të gjitha gjërat, dhe do të jem për te Perëndi, dhe ai do të jetë për mua bir. Kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasit, dhe kurvëruesit dhe magjistarët, dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Pastaj erdhi drejt meje një nga të 7 engjëjt që kishin të 7 kupat plot me 7 plagët e fundit dhe foli me mua duke thënë: e ja, do të tregoj nusen, gruan e qengjit. Dhe më çoi në frum mbi një mal të madh dhe të lartë, dhe më tregoi qytetin e madh Jeruzalemin e shenjtë që zbriste nga qielli nga Perëndia. Duke pasur lavdinë e Perëndis dhe shkëlqimi i saj ngjante me një gur shumë të çmuar, si gur diaspri kristalor. Ai kishte një mur të madh dhe të lartë me 12 porta, dhe te portat 12 engjëj, dhe emrat të shkruar mbi to, të cilat janë emrat e të 12 fiseve të bijve të Izraelit. Nga lindja ishin 3 porta, nga veriu 3 porta, nga jugu 3 porta, nga perëndimi 3 porta. Dhe muri i qytetit kishte 12 themele dhe mbi to ishin emrat e 12 apostujve të qengjit. Dhe ai që fliste me mua kishte një kallam ari për të matur qytetin, dyert e tij dhe murin e tij. Dhe qyteti kishte formë 4 këndësh, dhe gjatësia e tij ishte sa gjerësia, ai e mati qytetin me kallamin deri në 12.000 stade. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia janë të barabartë. Mati edhe murin, që ishte 144 kubit, me matje njeriu, do me thënë engjëllit. Muri ishte prej diaspri, dhe qyteti ishte prej arit të kulluar, i ngjashëm me kristal transparent. Themelet e murit të qytetit ishin stolisur me gjithë farë gurësh të çmuar. Themeli i parë ishte prej diaspri, i dyti prej safiri, i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, i shtati prej krizazoliti, i teti prej belini, i nënti prej topazi, i 10 prej krizopazi, i 11 prej hiaciniu, i 12 prej ametisti. Dhe të 12 portat ishin 12 margaritar, se cila port ishte bërë prej margaritarit të vetëm. Edhe sheshi i qytetit ishte prej arit të kulluar, si kristal transparent. Dhe nuk pash ndonjë tempull në te, sepse vetë Zoti plot fuqishëm dhe qengji janë tempulli i tij. Dhe qyteti nuk ka nevojë për diell as për hënë që të ndriçojë në te,
sepse lavdia e Perëndis e ndriçon atë, dhe llampa e tij është qengji, dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në dritën e tij, dhe mbretërit e dheut do të sjellin lavdinë dhe nderin e tyre në të. Dhe portat e tij nuk do të mbyllen asnjëherë gjatë ditës, sepse nuk do të ketë asnjëherë natë. Edhe në të do të sjellin lavdinë dhe nderin e kombeve, dhe nuk do të hyjë asnjë i papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e qengjit. Kapitulli i 22. Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, të kthjellët si kristali, që dilte nga froni i Perëndis dhe i qengjit. Në mes të sheshit të qytetit, këtej e andej lumit, ishte druri i jetës që jep 12 fruta dhe që nxjerr frutin e saj në çdo muaj, dhe gjethet e drurit janë për shërim të kombeve, dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit dhe i shërbëtorëve të tij, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe atje natë nuk do të ketë dhe nuk ka nevojë për llampë, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve. Dhe më tha, këto fjalë janë besnike dhe të vërteta, dhe Zoti Perëndi i profetëve të shenjtë dërgoi engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt. Luma ai që i ruan fjalët e profecisë së këtij libri. Dhe unë Gjoni jam ai që kam parë dhe dëgjuar këto gjëra. Dhe kur dëgjova dhe pash, rash për ta adhuruar përpara këmbëve të engjëllit, që mi tregonte këto gjëra. Dhe ai më tha: "Ruaju se e bën, sepse unë jam bashkëshërbëtori yt dhe i vëllezërve të tu profet dhe të atyre që ruajnë fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin." Pastaj më tha: "Mos i vulos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha është afër. Kush është i padrejt, le të vazhdojë të jetë i padrejt. Kush është i ndyrë, le të vazhdojë të jetë i ndyrë. Kush është i drejtë, le të vazhdojë të praktikojë drejtësinë. Dhe kush është i shenjtë, le të vazhdojë të shenjtërohet. Dhe ja, unë vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua, për t'i dhënë secilit sipas veprave ai që ai ka bërë. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lum ata që i kryejnë urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën për drurin e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Jashtë janë qend, magjistarët, kurvarët, vrasësit, idhujtarët dhe kushdo që do dhe zbaton gënjeshtrën. Unë Jezusi dërgova angjëllin tim për t'ju dëshmuar për këto gjëra në përkisha. Unë jam rënja dhe pasardhja e Davidit. Ylli i shndritshëm i mëngjesit. Dhe fryma dhe nusja thon, eja, dhe ajo që dëgjon le të thot eja, dhe ai që ka etje le të vi, dhe ai që do jetë, dhe ai që do le të marrë si dhurat ujin e jetës. Unë e deklaroj kujdo që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse ndokush do t'i shtoj këtyre gjërave, Perëndia do të dërgojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër. Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heq pjesët e tij nga libri i jetës, nga qyteti i shenjtë dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra thot: Po, unë vi shpejt. Amen. Po eja Zoti Jezus. Hiri Zotit Jezus Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen. Kjo ishte zbulesa, 22 kapituj, 22 zbulesa, 22 të vërteta. Haleluja, dhe shumë të vërteta. Në emrin e Jezusit,